Shumica e votuesve të regjistruar në listën zgjedhore kanë të drejtë që përsëri t'u drejtohen kutive të votimit në rrethin e dytë të zgjedhjeve lokale, për të zgjedhur kreun e komunës së tyre. Të drejtën e votës në rrethin e dytë e kanë 1.013.357 votues, nga mbi 1.8 milion votues sa janë të regjistruar gjithsej në listë. Një ditë më parë votuan të sëmurët dhe të pafuqishmit, të burgosurit dhe personat në arrest shtëpiak, kërkesat e të cilëve janë pranuar nga Komisioni Komunal Zgjedhor. Në qytetin e Shkupit, 474.394 votues kanë të drejtë vote. Zgjedhjet lokale do të monitorohen nga 1.569 vëzhgues, nga të cilët 904 janë vendas dhe 651 janë ndërkombëtar. Monitoruesit kanë të drejtë të vëzhgojnë punën e KSZ-s, këshillave komunal zgjedhor dhe këshillave zgjedhor në vend votime, duke shënuar gjetjet e tyre, por pa penguar punën e organeve zgjedhore. Të drejtë të ndjekin procesin pa e penguar atë kanë edhe të gjithë mediat vendase, pa pasur nevojë për leje plotësuese, por edhe 10 gazetarë të huaj të cilët janë akredituar paraprakisht në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve.